Ngjarja e fundit e kompleksi Arlis në zonën e 5 Majit, ku zjarri përpiu fasadën brenda pak minutash, ka hapur kutinë e Pandorës për një skandal akoma më të madh që po ndodh te kompleksi i ri i kësaj kompanie, Square 21. Skandali më i madh është teknik, mashtrimi që kompania Armand Lilos ka bërë me materialet e vdekjes. Peticioni zyrtar i banorëve të këtij kompleksi tek 21 vjetori konfirmon një mashtrim të rënd teknik që cënon sigurinë e jetës së banorëve që e kanë blerë me 3.000 euro për metër katror banesat në këtë kompleks banimi. Një inxhinier i tha gazetarit tonë se në fasadën e kompleksit Square 21 është vendosur poliuretan në vend të leshit të gurit, edhe pse leja e ndërtimit dhe kontratat e shitblerjes specifikonin termoizolim me lesh guri, material jo djegës klasa A1. Kompania ka përdorur poliuretan. Ky i fundit është një material organik që në rast zjarri vepron si karburant solid, duke lëshuar tym toksik që vret brenda sekondave. Inxhinieri insiston se struktura e fasadës të 21 vjetori është identike me atë që u doq te 5 Maji. Banorët jetojnë brenda një fitili gjigant që pret shkëndijën e radhës. Por më dramatike është mungesa e sistemit MNZ. Dokumenti i banorëve denoncon se në garazhe kati -1 ka mungesë të plotë të sistemit kundër zjarrit. Kjo hapësirë që duhet të ishte parkim është jetërsuar në njësi biznesi në kundërshtim me projektin, duke rritur ngarkesën zjarrvënëse dhe bllokuar rrugët e evakuimit. Pas çdo ndërtimi pa leje dhe pa kolaudim, gjithmonë inspektoriatet dhe kryeinspektori Dashsula mbyllin syt. Edhe policitë bashkiake dhe e shtetit, kur ndodh tragjedia nga zjarri, rinë e vështrojnë. Situata juridike e kompleksit është po aq alarmante sa ajo teknike. Banorët janë futur në apartamente pa u kryer kolaudimi teknik. Pa këtë proces, asnjë ashensor apo linjë elektrike nuk është e certifikuar, duke e kthyer godinën në një rrezik publik. Armand Lilo akuzohet se ka shtuar 7 kate pa leje në kullën që bleu nga Tandu Laku. Ky pallat Gango në qendër të kryeqytetit është simboli i dështimit të shtetit ligjor. Nga nepotizmi në urbanistik, leja për ndërtimin mbi lulishten 15.000 m2 të ish uzina u sigurua nga Ditjon Boboçi, ish drejtori i urbanistikës dhe dhëndër i Fatmir Xhafajt, duke krijuar një rreth të mbyllur interesi. Kush është Armand Lilo? Pse institucionet, policia, ISHMT, prokuroria heshtin përballë këtyre fakteve? A thua akoma Rama po mbron lidhjen e Armand Lilos me Fatmir Xhafajin? Lilo, me origjinë nga Pogradeci, njihet si kunati i ish-ministrit Fatmir Xhafaj, kushëri i bashkëshortes së tij. Kjo lidhje dyshohet se i ka shërbyer si mburoj ndaj çdo hetimi financiar apo penal. Emri Lilos rezulton i skeduar në raportet e inteligjencës për probleme të rënda ligjore. Madje, kontaktet me të i kushtuan karrierën ish gjyqtarit të kushtetueses Besnik Muçi gjatë procesit të vettingut. Në vitin 2013, Lilo u përfshi në një konflikt të përgjakshëm në Ysberisht, ku u dhunua pronari i Truallit dhe u plagosi biri, ngjarje që u tentua të kalojë në heshtje. Ky nuk është thjesht një problem ndërtimi, është një skem kriminale, ku kursimi i kosteve, poliuretan në vend të leshit të gurit, përkthehet në miliona euro fitim për Lilon, por në rrezik vdekjeje për banorët. Tjetërsimi i hapësirave, parkingjet në biznese, shkatëron çdo plan emergjence. Mbrojtja politike bën që peticionet e banorëve të bien në vesh të shurdhër. Public Media i bën thirrje spakut. Dosja Armand Lilos dhe Arlis Construction duhet të merret në dorë nga prokuroria e posaçme. Duhet hetuar jo vetëm zjarrit e 5 Maj, por edhe zinxhiri i korrupsionit që lejoi banimin në një pallat të pakolauduar, me materiale vdekjeprurse dhe pa asnjë kriter sigurie te 21 vjetori. Mesazhi i banorëve është i qartë. Nuk duam të jemi lajmi i radhës për një tragjedi të paralajmëruar.